Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë në edicionin e orës 15 të lajmeve. Rreshjet e dendura të shiut që kanë rënë gjatë natës kanë shkaktuar vërshime në disa pjesë të Kosovës. Në kryeqytet disa rrugë janë mbushur me ujë, duke e bërë të vështirë qarkullimin e automjeteve. Në Skenderaj, autoritetet komunale kanë bërë të ditur se rreshjet e mbrëmshme, të cilat po vazhdojnë, edhe sot kanë shkaktuar vërshime në disa zona, duke krijuar vështirësi për një numër familjesh. Ekipet emergjente të zjarfikësve që nga mesnata janë të angazhuara në terren dhe po përcjellin situatën me kujdes të shtuar. Kësaj në bashkëpunim me të gjitha ekipet e emergjencave në kuadër të komunës së Skenderajit, strukturat e kësaj komune do vazhdojnë të jenë pranë qytetarëve për të përballur me këtë situatë. Edhe komuna e Drenasit ka njoftuar për vërshime në shumë segmente rrugore. Lidhur me situatën atje, flet komandanti i zjarfikësve dhe qytetarët. Ujë dikun ka hi ujë dikun 1 metër e gjysmë brenda në shtëpi. Po, domi po komplet kati domi, që ka pas me pajisje me këtë gjitha pajisje, ka marrë ka. Nuk po mundi me shumë. Nuk ka shans me shku, jo. Na jam mirë këne jashtë. I na dal më herët për familjarët janë mbrana, janë 2 kat. Katin e parë ka marrë komplet. A është ju ka dalë ndihmë? Një ndalë policia, zjarfikësit po, një ndalë po, ku me shku, s'kem ku me shku. Që 2 kat janë familja komplet, na dalë jashtë. Një ndalë ma herët, një ndalë para 2 orëve më dalë. Tash i ka marrë dikon 1 metër e gjysmë që më mbron të shtëpia, si fola me telefon, dikon 1 metër e gjysmë i mbrana. Energji elektrike këtu krejt? Unë në energji elektrike unë krejt, s'kem hiç, rrim s'ka. Shtirë bëllë, do me mos vetë. O hi, gati 2 metra na hi në shtëpi. Do me vërshime katastrofë, po s'ka gjë më thonë, se sen valloj, jena lu. A pa të vështirë me dalë krejt? Shtirë po të më bëllë probleme kapota dhe qiken e kam me aftësi ku vizone është. Paraplegjik, tetraplegjik, do me të hekë se nuk gëzohet të melon në shtëpi. Edhe qishtë. E tash ku po shkoni? Tash do të më këshim me flajti po të në gjitha janë dikun. Shumë me të unë herë dhe jo vdeta 2 jazë, jam unë me hima na ju. Po katastrofë, tash rrugë edhe dimë në është tëftë. Gjemi ju. Realisht, na që shkështu me situatën edhe vetë, për shkak të vërshimeve, ka ura sipërfaqësore, ura cekta që ne qujme, të më honë, jem të bo evakuimin të disa familje ku jem tani jem për klekin në vi. Deri me tash kemi evakuue 3 familje, një familje ka qenë Gjekaj me 4 antar, një familje Qekinaj ka qenë 2 antar me 2 fëmijë, edhe një familje tjetër Qekinaj është 7 antar që na bo evakuimin. Tash është të na ndihmu edhe gëzimi me barkën e tij që është sektorit privat, është të na ndihmu me bo evakuimin e familje që janë të rrezikuar për ura sipërfaqësore. Edhe sa familje kanë vetë? Po tash realisht nuk kem sakta, po marrim informacione për qytetarët ose për familjarët ku po vinë, po na kontaktojnë drejt për neve dhe po kërkojnë ndihmë. Po zona tjera, a ki informacione? Ka zona tjera, është Qikatova e Re, është Banjica, është Kamaroni Izabeli, domethënë janë shumë pjesë që janë të rrezikuar për ura sipërfaqësore, për urave për shkak të vërshimeve. Po të shihim çka kemi mundësi me dhënë ndihmë dalim. Sa rrugë janë të bllokuara aktualisht? Po siç po shihet që kjo me sa jam ngjarje, me çike rruga Drenas, Kamaran është pikërisht trafasacioni që edhe ai parashtrihet që është i rrezikuar për shkak të ujit, që ka depërtuar në pjesë mëanshme. Domethënë është ndërprej energjia elektrike për deni po shpresoj që me nacionalet rreshtet e shi besoj që bjerë niveli i ujit. Edhe në Malishev, për shkak të rreshjeve të dendura, është vërshuar parkingun nën toksor, vetëm pak ditë pas përpunimit të tij. Në anën tjetër, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se nga datat 3 deri në 5 janar, në pjesën perëndimore të Kosovës janë regjistruar rreshje të konsiderueshme të shiut, të cilat kanë ndikuar dukshëm në rritjen e niveleve të prurjeve të ujit. Tutje thuhet se kryesisht bëhet fjalë për lumenj që rrjedhin nga Alpet shqiptare dhe si pasojë mund të kenë dalë nga shtretërit e tyre. Zëvendës ministri në i infrastrukturës, Hysen Durmishi njoftoi se janë në gjendje gatishmërie për të menaxhuar vërshimet nga rreshjet e shiut. Janë këtë ekipet në terren, po janë disa vende ku domethënë ka grumbullim të ujit, disa vende ku ka shitje të gurve, po të gjithë vende. 4 herë si na merr, për orës mes jemi çut, këtu i kena pas motorat, këtu mrena nuk e kena hapur dugojën hiç. E ka marrë këtë mrena këtu. Kena pas hidrofora, kabla, motora. Nuk e këna si rrisë, sot të mujtë jena 6 punëtorë janë mrena të ejku i mrena. Pjesën këtu por këtë është në idej dykon gjysmë metre. Jem të ejkë për orës 6. Edhe këta shtë knejka kë këshia knejna, pumpen, a bloku, atje të shpia, a me të kërë ka pas me shku në punë, a me shka shku nuk e di. Që këna thirë policin, pse më këni thirë, ta që këna thirë për orës 6 nuk vje kërkosh, vish një partherolla ka.
Unë e kire të i nol vetë, që e ku më shnia tonë, të shirita, të këtë me vetë. Dhe me materiale kënë të ma, nuk di e thjesht që ka. Ati kam me agregata që dhe anon rrima, kena lëshu agregatin, generatorin, e këmë shti 3 motore, janë të e dirdu të anina. Për komune, ja, sa orë të këshës. Zarfesh të këmë thjesht sa norës. Komuna e Prishtinës ka paralajmëruar se, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, rreshtet pritet të vazhdojnë dhe si pasojë mund të ketë vështirësi në qarkullimin rrugor, mbi ngarkesë të kanalizimit dhe ujrave atmosferike, grumbullim të ujit në zona urbane dhe nën kalime dhe rrezik për rrëshqitjet lokale të dheut në zona të ndjeshme. Nga ky institut apelojnë tek qytetarët që të bëjnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, të shmangin zonat e përmbytura dhe të raportojnë çdo situatë që paraqet rrezik për sigurinë publike. Institucionet përkatëse të kryeqytetit janë në gatishmëri të plotë për monitorimin e situatës dhe ndërhyrje sipas nevojës, thuhet në njoftim të komunës. Kompania rajonale e ujësjellësit Mitrovica ka njoftuar për ndërprerje të furnizimit me ujë për shkak të turbullimit në kanalin i Berlepencit. Kjo ndërmarrje ka thënë se është e detyruar të ndërpresë ujin me qëllim të garantimit të sigurisë dhe cilësisë së ujit të pishëm. Përmbytje rrugësh dhe rënje inertësh janë shkaktuar nga rreshjet e shiut që kanë përfshirë teritorin e Shqipërisë. Në qytetin e Durrësit, si pasojë e rreshjeve me intensitet të lartë, disa rrugë dhe lagje janë përmbytur, duke e bërë të vështirë lëvizjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e automjeteve. Situata ka sjellë pezullimin e përkohshëm të punës në portin e Durrësit, si dhe mbylljen e shkollave për arsye sigurie. Mjedisi pron e askujt për ta shkatruar, por është e të gjithëve për ta mbrojtur, thot Zeqir Veselaj, profesor i edukimit mjedisor në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, vërshimet janë hakmarrje e veprimeve njerëzore ndaj natyrës. Mirë që janë këto rreshje të shiut, sepse nevoja për ujë e tokës dhe Kosovës përgjithësi është jashtëzakonisht e madhe, patëm një verë dhe një vjesht jashtëzakonisht të thatë, dhe mbase edhe kjo thatësi ka ndikuar që tokat mos jetë e përgatitur që ta absorboj në tërësi këtë volum të rreshjeve që janë duke rënë. Të mos e shkatërrojmë kaq egër shtratin e lumejve tonë, të mos nuk mund të bartin gjithë mbeturinat tona lumej, sepse ato mbeturina në një vend të caktuar në një lak të lumit do të dalen, do të krijojnë një blokadë dhe uji do të dalë dika. Duhet të shpërthej, dhe ai do të shpërthej aty ku e ka sipërfaqen më të ulët. Më të lehtë për të deportuar. Sepse uji e kërkon në aspektin fizik e kërkon pikën më të ulët të mundshme. Ndërsa rikuperimi pas këtyre vërshimeve është i lehtë, do të jetë i gjatë. Komunat dhe nivelet qendror duhet të fillojnë të mendojnë në afatgjatë se si të zbuten problemet nga këto vërshime, sepse definitivisht po dihet mëse për çdo vit, nuk dihet orari sakt, por po dihet se zonat që i përmendëm më herët për çdo vit do të përballen me problemin e vërshimeve. Që do të thotë se njeriu është faktori që mund ta gjejë zgjidhjen për këto probleme. Dhe të gjitha këto e bëjnë sot këtë situatë dramatike për cilën vërtet vjen keq me qytetarët e komunës time, të Klinës, Malishevës, Travecit dhe komunave të tjera që sot janë duke u ballafaqu, disa pa fajin e tyre, me fajin e infrastrukturës së dobët për absorbimin e ujrave atmosferike, disa të tjerë që institucionet i lejojnë të ndërtojnë aty ku historikisht dihet se ndodhin vërshime. Këto që po i shohim e kanë një burim diku. Dhe janë këto ndryshimet e klinikës. Asgjë nuk do pa një shkas. Absolutisht asgjë nuk do pa një shkas dhe gjitha hulumtimet shkencore. Nuk po i referohem tona këtu. Po të institucione më eminente në botë e kanë një adresë se kush është njeriu me abuzimin që po i shkakton natyrës, me gjitha shkarkimet që janë duke u bërë në atmosferë, me gjithë degradimin e tokës dhe mediumeve tjera mjedisore, me humbjen e biodiversitetit, me shpëllëzimin i faktorë shumë i rëndësishëm edhe në ndryshimet klimatike, po edhe në rregullimin e ciklit të rreshjeve. Janë ndronjt ata që e rregullojnë ciklin e rreshjeve në natyrë, i kontribuojnë asaj. Gjithçka është në rregullim e sipër dhe
pasojat janë këto. A do t'jenë pasoja më të rënda në të ardhmen? Fatkeqësisht nuk jemi optimist se do të ndalen këtu. Vetëm se te qytetari... Pra njëja njeriu është? Njëja është faktori njeri, definitivisht. Definitivisht. Në male atje nuk po ndodhin vërshime. Shiu bora ecën rrugëve të veta. Vërshimet po ndodhin aty ku po jetojmë ne. Pjesës e kujdesit për mjedisit është kushtu për të mos thënë hiç fare. Shumë pak. Atëherë profesor, faleminderit shumë që ndat kohën tuaj të çmuar për Radio Televizionin 21. Votat me kusht dhe ato të personave me aftësi të kufizuara nuk pritë të ndryshojnë shumë rezultatin e partive politike, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, në bazë të trendit aktual të votave, lëvizja vetëvendosje pritë të ketë 57 deputet, PDK-ja 23, LDK-ja 14 dhe AK-ja 6 deputet. Kryesisht, deri më tani kemi të sqaruar mjaft shumë fotografinë e asaj se sa do të jetë numri i subjekteve, i mandateve nga subjektet politike, dhe në këtë rrafsh mund të presim vetëm edhe sqarimin e asaj se si do të jenë emrat përfaqësues përfundimisht të këtyre subjekteve politike, dhe më pastaj të presim që se si do të reagohet ndaj themelimit të institucioneve problematik që ka qenë prej nënshkurtit të vitit të rrjedhës deri më sot dhe të ecet përpara. Gjithsesi kam përshtypjen që subjekti më i madh në vend tani ndjen një satisfaksion, vetëm duhet të shikuar se si do t'i qaset formimit të themelimit të institucioneve dhe të ecet përpara. Tani edhe këto vota të mbetura nuk ma merr mendje që do të ndryshojnë shumë, dhe në këtë rrafsh mund të them se kemi një përmbyllje të një procesi zgjedhor i cili lutem që t'i përmbyll po ashtu edhe formimin e institucioneve, pastaj nisjen e zgjidhjes së problemeve të stërngarkuara për qytetarin dhe për Republikën e Kosovës. Numri aktual i vend e mandateve të subjekte politike nuk mendoj që do të varirojë edhe aq, edhe me këtë numrin e përfundimtar të votave të kategorive specifike, cilat do të përmbyllet, nuk mendoj që do të jetë ndonjë ndryshim aq i madh. Gjithsesi, kjo është vetëm të fuqizojë se të rrisë se çështja e numrit të votës, por nuk kam besim që mund të prek pozicionin aktual të mandateve të subjekte politike në Republikën e Kosovës. Në rezultatet përfundimtare, kualifikohen subjektet që e kalojnë 5% dhe këto 100 ulëset që janë të parapame për komunitetin shumicë për shqiptarët, ndahen në mënyrë proporcionale, ndërsa për 20 komuniteteve janë të garantuar këto hetim. Me këtë trend, po shihet qartë që publikisht projeksioni për afërt i këtyre 100 ulëseve do të jetë këtu, do mund të 5-6, 5-7 për VVN, rreth 22-23 për PDK-n, LDK-ja zot mundet me shku sipas këtyre rrethonave mbi 15. AK do të mbetet në mes të 6 ose eventualisht mundet me marr edhe ndonjë mandat nëse vërtet do të kemi në një mënyrë ose një tjetër ndonjë rinumërim eventual, qoftë ajo të votave që kanë votuar për ambasada edhe të tjera diaspora, ose ato me pus, ose ato me kusht, ose në ndonjë pikë brenda Kosovës nëse do të ketë argumente të mjaftueshme. Varësisht, domethënë, nga votat e mbetura do të shohim nëse do të ketë lëvizje, por unë nuk parashoj që do të ketë lëvizje të mëdha në kuptimin e mandateve, por në përqindje edhe mund të ketë. Kjo do të thotë se sfida kryesore s'është kush del i pari, por apo krijohet një shumicë funksionale për zgjarjen e deputetëve, të cilin e ka synuar në vazhdimsi zotëri Kurti, dhe paralelisht vjen edhe testi i tjetër i radhës, të cilin tashmë do të fillojmë ta diskutojmë, që është testi i presidentit. Flasim në vijim për konstituimin e institucioneve të reja.
Kryetari Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë, Nenad Rashiq, ka konfirmuar se sipas rezultateve të deritanishme, ka fituar një ulse në kuvend. Rashiq në një intervistë për Radio Televizionin 21 tha se do ta votoj qeverin Kurti 3, por paraprakisht ka kërkuar një takim me Kurtin në të cilin do t'i sqarohen disa çështje. Deri me tani, jo keni fituar mandatin e deputetit në parlament apo jo? Po në për momentin gjendja ose rezultatet preliminare që ende nuk është përfundu, por besoj që kemi siguruar një mandat dhe pas që dhe diferenca është besoj e madhe që nuk mund të jemi në rrezik sa i përket një mandati. Po që shtuhet e na, ndoshta një mandat po i vjesh. Mirë, nëse do t'jeni deputet përfundimisht, a do t'a votoni qeverin Kurti 3? Shikoni, ne kemi pas eksperiencë dhe sikur që dini 3 vitet fundit për i momentin kër shenë një emruar bashkëpunimi ka ekzistuar dhe une bile po konsideroj që një bashkëpunim ka qenë një thellë dhe në aspektin me përtetën dhe kuptimit mirë të situatës dhe disa herë dhe vetë kryeministri Kurti ka treguar gatishmëri për një kuptim të esencial të situatës ku po në gjindën sërbë në veçanti, por po ashtu dhe komunitetet tjera. Prandaj, unë kam eksperiencët mira sa i përket bashkëpunimin në Zotrin Kurti. Ende nuk kena biseduar për ndonjë lloj të bashkëpunimit, por jam i sigurt që ditët në vijim do të takohemi dhe do të bisedojmë. Unë jam normalisht i gatshëm për bashkëpunim, por normale që gjithmonë ka do detaja sa i përket përmirësimin e performancës. Kështu që nuk e shoh pengesë për vazhdimin e bashkëpunimit, por i korrigjojmë do të them ashtu të drejtime strategjike dhe konsideroj që nuk do të jetë problem. Jo keni kusht për bashkëpunim dhe për votim të qeverisë Kurti 3 apo thjesht kërkoni të udhëheqni sërish ministrin që e keni udhëhequr deri më tani? Shikoni, kushte, sigur që thoni ju, nuk ka në atë formë, por si thash, korrigjime teknike gjithmonë në çdo situatë gjithmonë e ka, normale është, nuk janë ndonjë siç thoni ju kushte, por kisha thënë ashtu që një drejtim më të mirë për intereset të qytetarëve dhe normale që sikur kemi punuar deri më tani nuk e shoh pengesë për një bashkëpunim, sikur që e dini dhe ju vetë kushtetuta po thotë që një ministria duhet të udhëhiqet nga ana të një ministri serb. Prandaj krejt them ashtu kushte dhe rrethanat po na drejtojnë për një bashkëpunim dënetar. Prandaj nuk e shoh pengesën në këtë moment që mos ta vazhdojmë të bashkëpunojmë. Kryetari i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti, partia e të cilit doli fituese zgjedhjeve të 28 dhjetorit, pritet ta ketë mbështetjen edhe të përfaqësuesve të komunitetit rom dhe ashkali të Kosovës. Albert Kinolli nga Partia Rome e Kosovës dhe Artan Aslani nga Partia Socialdemokrate e Ashkalinjeve thanë se 8 deputet të minoriteteve pritet të votojnë për qeverin Kurti 3. Sa për informacionin tuaj dhe për opinionin publik, ne jemi duke pritur si Partia Rome Bashkuar e Kosovës për EBT, jemi duke pritur përfundimin e numërimit votave me post nga diaspora, në votave me nevojë veçanta dhe numërimin e votave me kusht, kështu që do të pritur rezultatin përfundimtar dhe tani për tani momentalisht operim të ynë politik është para ne 200 vota, këto vota nuk janë reale, nuk janë të drejta, që janë marrë nga qytetet ku nuk ka numër konsiderueshëm të banorëve apo pjesëmarrësve të komunitetit rom, dhe nëse kështu vazhdon ne do të demonstrojmë kërkesës në organet përkatëse siç është posaçëja dhe gjykata supreme, ndërsa sa për vitin tuaj të dytë me shpresën që nëse fitojmë mandat do të jemi pjesë e Kuvendit të Republikës Kosovës, Partia Rome Bashkuar Kosovës do vazhdoj të luajë rolin e saj konstruktiv dhe do të jetë votën e saj edhe për formimin e qeverisë. Sa deputet presni që t'jeni? Po unë shpresoj minimumi do të jetë prej 8 deputetëve,
Mirë po shpresoj që në talën do të reflektoj edhe ndonjëri nga 3 deputetët e legislaturës kaluar të cilët nuk kanë dhënë vot pro qeverisë të legislaturës nëntë. Nëse do t'jeni në parlament, sipas rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, a do ta votoni qeverinë Kurti 3 dhe njëkohësisht a do të votoni për konstituimin e kuvendit, votimin e kryetarit të parlamentit? Faleminderit shumë, po, do t'jemi pro konstituimit të kuvendit dhe pro qeverisjes. Edhe jemi të gatshëm edhe me marrë përgjegjësitë në njëjtën kohë dhe me dhënë kontributin ton që na takon. Ndërkohë keni zhvilluar bisedime me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti, partia e cilit ka dalë fituese nga këto zgjedhje? Jo, nuk kemi zhvilluar asnjë takim, asnjë bisedim, pasi që KQZ-ja është ende në procedurat e numërimit të votave, por besoj që kurdo që certifikohen rezultatet edhe nëse veç arrim me qenë pjesë e kuvendit, do të takohemi dhe do të zhvillojmë takime. Sa vota apo sa deputet konsiderohet të jeni pro qeverisë Kurti? Nuk e di, po besoj që ata që kemi qenë pro në 9 shkurt edhe në legislaturën e 9, besoj që do të jenë edhe në legislaturën e 10. Për këto dhe informacionet të tjera, klikoni edhe në portalin tonë në rtv21.tv. Mirupafshim.